zemra numër 2 që ishte këtu. Zemra numër 2 ishte këtu. Ato shquhen muskujt soleus ose muskujt gastrocnemius edhe ato janë shumë të rëndësishëm sepse çfarë bëjnë këtu muskujt bëjnë të mundur që valvulat janë disa si thua kapilar, nuk janë si arteriet, por kanë kapak. Po. Edhe stimulimi i muskujve të pulpave që do të ecë. Ecja, aktiviteti fizik bën që ky gjak mos të ngelet dhe mos të formojë edema ose fryrje të kanëve, edhe bën zemrën që këtë gjak të papastër ta çojnë në mushkëri, aty pariset me oksigjen nëpërmjet alveolave, dhe gjaku bëhet kështu më i pastër me lëndë ushqimore, sepse venat kanë gjak. Kjo që thashë e vërtet, po do përkthim. Do përkthim. Sepse shkolla që bëhet tash nuk ka lidhje me shkollën që bëhet përpara. Me thënë drejtën tash. Tash, okay, Luciano është avantazhuar sepse ka vëmendje, ka memorie, ka shumë informacion, ka akses në gjithë. Po, duke qenë se lexohet për ditë, po. Përsa ne, kjo që theti, kjo është e vërtet, pse është e rëndësishme të ecim dhe të kontraktojmë muskujt e këmbës, sidomos muskujt soleus. Venat, koleg, duhet ta dish që janë si profesore, arteret janë në thellësi. Dhe që gjaku të ngjitet, gjaku mund të zbres kollaj nga forca rëndesës dhe nga pompimi, po që gjaku i papastër të ngjitet nga venat femorale, kava inferiore në zemër, janë sa si klapa, pra jo valvula, ato janë klapa. Kapak. Jo, janë si fole të dallandyshes të prera, dhe duke kontraktuar, ato e hedhin gjakun mekanikisht nga njëra klap tek tjetra me radhë, me kate, derisa mbërrin në zemër. Paka shumë kjo që tha doktori, për ta pasur edhe vizualisht çik më të qartë. Dhe drejt atriumit të djathtë, pra zemra ka 2 dhoma dhe 2 barkushe. Vjen nga vena femorale, siç e thanë venat iliake, vjen në pjesën e vena kavës, zbret në dhomën e djathtë të zemrës, aty nga dhoma e djathtë në pjesën e barkushes djathtë nëpërmjet venës mushkërore, futet në mushkëri, pajiset me oksigjen dhe përhapet në gjithë trupin. Dhe këto që janë si valvulat vogla bëjnë që gjaku mos të ngelet aty, por të shkoj drejt zemrës, edhe nuk lejon që të bëhen edema, ose që gjaku të ngelet vetëm poshtë, sepse ky gjak duhet edhe të filtrohet, pra të pastrohet nga këto mbeturinat. Edhe gjithë një aktiviteti fizik, ecja në mëngjes një herë, në orët e para të mëngjesit është shumë e shëndetshme. Kur del edhe dielli, sepse ritmi i trupit është më i shëndetshëm, pjesë e funksioneve nervore, metabolike, endokrine është më optimale se trupi i njeriut ka fjetur, dhe kjo bën që trupi i njeriut të detoksifikohet dhe të filtrojë mbeturinat, toksinat, metabolitët në mënyrë më eficiente. Madje pankreasi ka dhe një molekull shumë misterioze. Kjo quhet, është ka pakemër të Po, tu tani do na fuzim dhe. Një 2 fjali emër. Atëherë quhet gliceril, aldehid, 3-fosfato, dehidroginaza pankreatike. Për sërit e koleg, shkurt i themi spak. Edhe jert lutëm? Gliceril, aldehid, 3-fosfato, dehidroginaza pankreatike, konverton gliceril, aldehid, 3-fosfati në acid 1.3 bisdifosfoglicernik. Për sërit e ti që e i fushës? 1.3. Jo, këto marrin pjesë në prodhimin e energjisë, në pjesën e adenozin 3-fosfatit. Dhe gliceril, aldehid, 3-fosfato, çfarë bën është një nënprodukt i një lëndë e cila quhet dihidroksiaceton fosfati ose gliceril, aldehid, 3-fosfati. Dhe këto japin këtë lëndë që quhet acid 1.3 bisdifosfoglicernik. Që ky konvertohet në 3-fosfoglicernik, fosfenol piruvat dhe në acid piruvik. Dhe me këtë leksion të fundit të gjuhës latinishtes, e mbyllim bisedën dhe të falenderojmë njerëzve shumë. Librin e gjeni në çdo librari të Tiranës. Po shpërndahet, është librari Sara, se s'dua të përmend, unë s'kam dhënë asnjë numër. Përmendi gjitha, përmendi, s'ka problem. Po, jo, domethënë ai që librari po themi. Në asnjë emision unë nuk kam lënë as numër, as në një diçka specifike se ku gjendet libri dhe ai shpërndahet vetë, kështu që nuk ka nevojë marketingu, por mund t'ju shkruaj juve direkt se përgjigjet këtë ndodhet. Qëllimi i librit nuk është shitja, por qëllimi i librit është edukimi, informimi për ato organ dhe për trupin e njeriut. Je shumë mirë. Shumë suksese. Kënaqësi. Këtë provën roze ti po i merr organet një nga një. Po organi më rëndësishëm për njeriu. Kur e ka radhën? Truri, kule. Po, në shtator, e mendoj. Ti po ma heq trurin fare. Kam edhe disa konferenca në verë, edhe pas atyre konferencave do bëj diçka në lidhje me trurin. Kam dhe një seminar në lidhje me trurin, i perceptimin e realitetit, po thjesht ai është midis miqve që do ta bëj. Ka të pyes, truri i gruas dhe truri i burrit ka ndryshime shumë. Ka ndryshime. Po. Tek amigdalat, te hipokampusi. Femra mund të bëhet më shumë nervoze se sa një mashkull.
Edhe prap në kërkojtë martohemi. Faleminderit, doktor. Faleminderit, doktor.